Sekreti si të dali buka, si bukë e bler, ua tregova tek video e parë. Shikoni tani brumi sa i mirë që u bë. Nëse nuk e pat video në parë ta shikoni. Shikoni tani sa i lëvritur që është, sa i mirë që është brumi, tamam brum për bukë. Të kënaqet syri ta shikosh, merre me mend edhe ta hash këtë bukë. Tani neve e ndam në 2 mblat e themi neve. Mund ta ndani edhe në 3 dhe në 4, s'ka problem. Do ta presim me thikë, edhe do ta çpojmë që të mundet të kulloj buka kur do na piqet. Do ta vendosim në furrë. Tani po u them dhe një sekret tjetër, kur e vendosin në furrë, nuk o ta ndizni me njëherë furrën, do ta lini që të vijë akoma buka dhe pastaj kur të ketë ardhur të jetë çuar, pastaj do ta ndizni që ta piqni. Varet nga furra juaj sa do ta piqni, shumë apo pak, do me thënë 180 gradë dhe lart, po varet nëse furra juaj djeg shumë ose pak, tani kuptua se ç'duam të them. E presim tani, po të dëgjoni kraca që dëgjova unë në video, tani është zëri tim dhe nuk e dëgjoni. Del një bukë njerëz që rrie freskët kështu për 3-4 ditë, jo të nesmen të bënet gur buka.